Mund ishte dhe femra. Po nuk them jo, kushta jo. Që jo, sa që shikojmë meshkull, për da më pak. Me kal jemi. Me qaje? Me kal. Me logjik duhet në presin ose kthesa të shumta ose teren i vështirë. Me dhe në kjo është të përgatisë stresin për stresin që do kaloj. Të dashur miq, ky është vazhdimi i videos së kaluar. Besoj kush e ka parë e bën lidhjen. Berat Çorovod. Dhe tani jemi nisur Çorovod Kulcyr. Ja dhe të shunat, kanë lozur futboll. Këtu rruga na thot lart. Çorovoda shumë e qetë. Besoj të gjitha ata që sot mund të jenë pensionista e kujtojnë që dikur ka qenë një qytet plot jetë, por tashmë vetëm jeta nuk është këtu. Jemi jemi pak, do me thënë, si të rënduar tani. Nga ato që ngrëm, ishim e pak uri. Dhe në tjetër këtu nuk dinim ku do venim. Stresi se di unë, e lash atja po mora me vetës, se kuptova. Që nga këtu stresi. Se dhe të më lija, Po pavarësisht se neve kemi të njëjtin udhtim, për shikuesit është video e radhës kjo, që ti s'po ndihesh fare. ups, S'ka gjë. s'ka gjë për ty. Kush është në këto anë të na komentoj. Dhe i përshëndesim. Ne i përshëndesim të gjithë. Por një përshëndetje të veçantë për të gjithë ata që janë në këto anë dhe e kanë vendin e tyre. Ne po vazhdojmë. Nuk e dim se si do jetë rruga. Se ka ndonjë surprizë? Po di, unë të shikojmë. Unë di se ty të pëlqejnë surprizat. Jo. Ma më pëlqejnë, po këtë jo të lloj surprize. Shikoj që këtë është shumë e bukur kjo. S'ka gjë se i shikojnë
kamerat, e shikoj unë. Vetëm ti mos shiko para. E ti një ti mua bet pas këti. Po tani duhet ta rikujtoj unë her pas here se edhe harrojmë në një moment. Dhe shikojmë veten. Po, në rubrikë sportive, Tani të dashur miq që lam mbrapa qytetin e Çorovodës. Po nisemi të bëjmë të arrim në Këlqyr. Do mundohemi ta filmojmë të gjithë udhëtimin, mos të bëjmë ndonjë prerje. Ose më mirë do bëjmë ndonjë prerje, po tha ndonjë perl. Po tha ndonjë perl stresi, do jemi detyruar ta presim videon. Në stresi? Po tani në që dhe do ta themi nëse Di shka... Do kthemi dhe pak në origin. Po, shkau gau i thaj. Po tani Më që nga vërtet e ngushtë që rruga këtej, s'ka lidhje më me rrugën nacionale më duket. Po kujdes pa. Ndërsa ishim te lokali, kaluan një 3 çuna, 3 motorista të kompletuar. Ka lezet ashtu kur dalin me motora dhe eksplorojnë vendin. Dhe vlen të theksohet ata ishin pas stres. Po ku e diti mas ishin dhe femra ato? Pse du t'ishin? Po... Ti nuk mund ta kuptosh dot, domethënë, në momentin që motoristët janë të veshur, si kupton dot çfarë mund të jetë? Mund të ishte edhe femra. Po nuk them jo, kush ta jo. Kështu që jo, sa që shikojmë meshkull, po dalë pak. Meri që ka to kanionet poshtë. Po do t'i marr. Bëj dhe ti një punë. Mos repliko. Jo, se replikoj unë, po. Ne këtu ku jemi nuk i shikojmë dot, aty duaj droni. Droni iko. Droni mund të vi prap. Si punë ati qenit që ikën edhe një moment e gjen rrugën për të kthyer. Po. Ja, shkoj, e ke filmuar ato, zgjatet qik. Zjate, po ku të vetëm unë, pa. Do anoja ndej edhe pastaj. Që disa bukur do jetë aty. Po ne me kal jemi. Me qa je? Me kal. Ja ta shikojmë njerë. Duhet të vesh poshtë ta shikosh, Po. Po duken kanionet aty, e shikon? Nuk zbresur, ishte nami të bëj. Dëgjon. Mirë të dashur miq, vazhdojmë. Stresi e ka marrë me përtes sot. Jo, se ka marrë, po. Atere, përmet, djathas, tu fillon aventura tani. Ja, do shikojmë që. Kush e ka bërë këtë rrugë me motor, me makinë të na komentoj çfarë ose ku duhet ishim kthyer më saktë për të parë. Ja, dhe kjo taverna këtu, e lezetshme duket. Ne menduam të qëndronim në qytet, në qytet brenda. Poshtë janë kanionet, Po. Hajde, të vemi. Shko si tallet stresi, ku ndalova unë ati e tha s'ka shanse të zbres. Tani
Jo, unë them që të zbresim të vej me motor. Mos fillon nga ulërimat pastaj. Pse? Ata me rrugë të kështu, të asfaltuar, jo rrugë të pa asfaltuar. Po këtu rrugë e asfaltuar do mbaroj edhe rruga nacionale, jo më aty poshtë. Shko si kilometra jemi 44 dhe na thot 1 orë 40 minuta. Do të thot që me logjik duhet të na presin ose kthesa të shumta ose teren i vështirë. Aha. Fillove ti? Unë duket sikur po flas për shikuesit që ta kuptojnë, po më duket se po përgatis stresin. Me dhe në kjo është të përgatisë stresin për stresin që do kaloj. Apo jo stresi? Po di unë të shikojnë. Nejse, deri tani s'ka ankesa kur është asfalt. Po jo kështu shmirë, kështu se kam problemu. Në 12 orë u dhëtoj. 12 orë do bëjmë ne që këtu dëm të pelem. Oh. Kismet. Në ora 2 natës besoj arrim në të pelem, si thua ti? Ja, do preferoja më mirë hap traum të zbresun edhe. Po, më të shtofti nati. Do vjen avash në këmë. Vere mos vinë shumë avash ti. Sa, Në zdalove pak. Qa ishte, opa, dale, s'ka gjë, unë e kalova, unë ngrita pak në këmë, stresi Se kisha mundje nuk arriti. Se zdalove pak, a ditë kështë shumë. Ja do shkojmë atje kanionet, filmoje këtu. Këtu e kam, këtu. Wow. Po zdalove pak, për ndetë thashë, aty do kësha zbritur. S'kemi parë kanione ka që të mëdhaja vënd tjetër në Shqipëri, Për ndetë thashë të ndaloj e po. E be djali vogël. Ja, ku i ki kanionet. Ndalo pak ati ti. Do ndale për dale të shikoj kush pamja e mirë. Këtu është. Shumë pak. Avash. Të dashur miq, më thoni për këtë, komentoni. Shumë bukur, shumë pak. Është vërtet bukur. Shumë da ju. Shumë bukur. Ta është nga balkon aty. Ja, dalo qik të apo do iku. Hajde sa kur zbret se kemi gjitha të rrugë për të bërë. Ne filmuam. Po benzin odhëm neve apo qa fatit kemi? Po ku, stisove, arove. është shtrenjtuar dhe benzina tani, karburanti. E po, një gjë do ndodhi direkt lëvizin çmimet. Rafting Albania. Atje ka rëshkitur dheu atje? Po. Ja stresi, shkan sa bukur. Shumë. Ja dhe të shunat. Turista thot. Turista nuk e shikojnë Shqiponjën dhe targa, ha? Turista. Po nëse turista qëmi dhe në. Turista në vendin tonë. Pse qa lidhje ka ajo? Shumë bukur që nga këtu, ha? Po, vërtet. Shumë teren i bukur. Po.
Atëre, kjo thot për me të lartë, drejt domethënë. Po vend të ke? Si? Që së dëri se pashtë. Te ka I fshati atje, si qa thoshte. Gjithmonë kur jam para kompjuterit që hap Google Mapsin, hartat, edhe dua të zgjedh destinacionin e radhës, shikoj rrugët edhe them gjithmonë këtë kemi bërë, por prap del diçka që nuk e kemi bërë. Bukur, e? Shumë. Shko para. Shpresoj për disa një shikus të jemi frymëzim që edhe për ata që kam pas në mendje të fillojnë këtë, më thonë za lloj sporti, udhëtimi me motor, ta realizojnë sa më shpejt jetë e mundur. Është gjë e bukur. S'më lë era, shumë S'ka gjë. Do t'i them në një fjalë erës unë, të pushoj apo? Po jo, si thua do ti. Më fillon shiu, thuaj bë. Nuk kanë filluar akoma ngjyrat e pranverës të tregojnë atë bukurinë e tyre, ha? Jo. Është akoma ato ngjyrat e dimrit. Si e ka emrin kjo magjia këtu tani, Shqipëri e ka apo? Shqipëri. Shumë e rëndë kjo. Siç po thosha, kush e ka në plan dhe akoma po e mendon dhe e ka mundësinë, kuptohet, mos të presim më, të marrim mjetin që I pëlqen. E kam diskutuar dhe në videot e kaluara, nuk ka rëndësi marka, modeli, duhet të merrni atë që ju përshtatet më shumë dhe të filloni udhëtimet tuaja. Stresi në këtë video nuk është se po flet shumë. Në kaput I kraun kjo që... Po mbështetet tek supi, të thash dhe lëre në gjendje të lirë, mjafton mos të bjeri. Se I ka vetë gjërat ajo. Ashtu nuk mendon ti se është, ose shaqe thjesht. Në mas e mbajon. Po qa thua? Ndjeve lagështin do me thënë, a? Të përfundojmë në një... Qa pa ti? Qysh qa? Qa pa te më? Më kapi kjo. Ku të kapi? Dale. Po ule pak ti se prandaj. E ke lënë shumë të gjatë, fshihet që ka t'je me dorë.
Të lash ka stile ose nga që ka E fshive? e fshive. Ka pamje të bukur, prandaj e lash. Sa po kush ishte aty? Të dashur miq, si po e shikoni, qarkullimi 0, nuk ka fare automjete. Ja sa po doli një makinë. Sa po doli një, ja sa e them mund del. Sa bukur shishon ka. Bukur është bukur, po ti nuk zbret. Zbresun, mund tash dalo, tani do dalosh. Tani zbresun. Ore, po këtu i 200 metra dhe çdo gjë ka bukurinë e saj, tani bie mos të na dal koha në për të arritur sot. Ja urdhro pra poshtë i pe. Fantastika, është dhe më thënë një kryeve, për nuk e ti shumë bukurire. E pse mos i ke parë kamionet ti? Po i kam parë, po është ndryshe kur i shikon. Asu se kam parë. Tani për met. Ja ndalo pak aty. Po hajde po ta bëj shefin. Dashur miq, stresi do të ndalonte. Ja ndalo faksis. Ai se nuk po e fik, po e mbaj ndezur, zbrit. Dere zbresun se ti. Urdhron mbaj pak të lutem. Si urdhron? Po ti e ke hapur të gjithën këtë, prandaj. E po, e ka bukurinë e saj. Wow. Është Qa bërë tu? sa bukur që është. Është mëkat që ditë e dje dhe nuk ka njerëz këtej. Kanionet e Osumit. Do ikim. Hajde. Hajde, ip.